Ja takojmë tashmë në këndin e kuzhinës, zonja Vjollca është duke grirë qepët, sepse me njëherë do të na prezantoj se çfarë ka menduar sot për anvisat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Niki, përshëndesim të gjithë ju që po na ndiqni. Unë mendova që sot, me që spinaqi është një nga perimet e stinës, thash pse jo. Përgatisim një spinaq të furrës, duke marrë 1 kg spinaq, ju e dini që edhe pse volumi është kaq i madh, në një tas të tillë, ai do filloj të zvoglohet dhe të kurret më njëherë sa ne ta vendosim në zjarr. Një tufë qep, po kur them tufë qep të njoma, një tufë të konsiderueshme qep të njoma, i grim dhe qepët e njoma në këtë formë. Kemi marrë një qep të vogël, qep të thatë. Po. Unë e kam grirë, kam bërë gati në chop dhe i vendosim kapakun. Sepse këtë mundësi e kemi për ta mundësi dhe mund ta ruajmë në frigorifer. Ndërkohë, këtu në një tas tjetër, përsëri do të gri hudhrat dhe hudhrat përsëri do t'i gri në chop, i shtyp pak që të grihen akoma dhe më mirë. Dhe do të filloj nga puna, duke hedhur në tenxhere 3-4 lugë vaj ulliri, fillimisht qepën e njom dhe qepën e thatë, këtu, dhe më pas, mbasi qepa të avulloj vetëm lagështirën e saj, jo të marrin ngjyrë, do të hedh spinaqin, pra 1 kg spinaq. Do të përgatis një beshamel, ku do të marr 2 lugë gjalp vitam, 2 lugë miell, po shumë i freskët dhe nuk duhet të mungoj në frigoriferin e çdo andise. Edhe për gatim, por dhe për të ngrënë në mëngjes është përsëri. Një lugë me vitam. Një gotë qumë është pak djathë, shkëlqyshëm. Kalon një mëngjes ose një çik mjaltë edhe, kalojmë një mëngjes të shijshëm dhe të shëndetshëm. Atëherë, fillojmë nga puna. Kam marrë pak djathë parmixhan, këtu kam më tepër se 50 gram, djathë parmixhan që do ta granitoj në fund fare. Nëse ju keni djathra të butë, edhe nëse si keni nuk ka problem, por nëse i keni për shembull, unë kisha çik gorgonzola, do t'ja hedh beshamelit brenda. Do të pasur parasysh që gorgonzola është pak më tepër i kripur, kështu që do të ketë kujdes ke kripa. Zakonisht spinaqin ne shqiptarët e kemi përgatitur duke hedhur brenda kryesisht kopër, po pse jo dhe majdanos. Ndërsa duke parë, duke shijuar, mendoj që sot ta sillim vetëm me arë moskat. Jo se mua më mungon, aty kam edhe majdanos dhe kopër, por ara moskat nuk dua t'i ngatroj shijet, më jep një shije akoma më të këndshme, që vetëm me krip, piper të zi dhe arë moskat do të kaloj. Arë moskat e pranon shumë edhe beshameli që do të përgatisim ne. Ndryshe nga herët e tjera, unë beshamelit sot do t'i hedh dhe 2 kokra vezë, sepse ne zakonisht spinaqin e bëjmë me vezë në furrë, ose i hedhim syze, ose i hedhim si omlet sipër mbi spinaq. Ta shohim se çdo na dali sot. Unë personalisht e kam përgatitur në shtëpinë time dhe më ka shijuar shumë. Provojeni dhe ju. Do të marrim hekur sot, na bësh të fortë si hekur, meqense në fletët e spinaqit ka. Po njëherë hekur, njëherë diçka tjetër, kështu që plotësohet gjatë javës. Gjithë java kompensohet me të gjitha çfarë ka nevojë trupi ynë. Pra, e fillojmë me vaj. Do të hedh vaj altis, që është një ndër vajët më të shijshëm, më të shëndetshëm, që i përgjigjet të gjithë recetave mezetare që ne përgatisim. Nëse do të gatuaj me vaj ulliri, altis na vjen në ndihmë për çdo gatim. Po, madje duket që nga ngjyra, aroma e mrekullueshme, nuk ke që thua, s'ka të sharë dhe prandaj unë zgjodha vaj altis. Ku duket vaji i mirë? Ku ka vlerë proteinike që na bën mirë dhe që gatimi nuk mban erë të keqe, fjala vjen nga vaji. Shiko, vajin altis mund ta pish edhe kështu, dhe të shijon shumë. Sidomos edhe në mëngjes me mjaltë, meqense e përmendë. Po, unë nuk po themi se ndonjëherë në verë edhe i çik vaj, si gjithë shqiptarët që nuk e largojnë ndonjëherë atë mëngjesin ose mbasditen kur është vap, me çik vaj altis, me çik krip ose pa krip, me çop djathë dhe një domate shqiptarçe, më shijon shumë. Shqiptarçe shumë e shijshme. Atëre, hedhim qepët. Bashkë me qepët e njoma. Do t'i hedhim? Po, patjetër do t'i hedhim. Se qepët e njoma të gjitha ulen, nuk kjo qepa e thatë sikur e mba. Dhe që qepa të tretet dhe të zbutet sa më kollaj, ne është mirë që t'i vëm një qik kapakun, pse jo, nuk na bën dhe ambientin me aromë qepe. Atëhere, po bëj dhe gati arë moskat me qënë se ke nxjerrë këtë si përbërës. Do të punojmë paralelisht. Në një tigan tjetër, po, do të përgatis beshamelin.
Pra, një sy ke beshameli, një sy tek tenxheria. Te beshameli kemi element të ri edhe në vezve, se zakonisht e kemi përgatitur vetëm me qumshtin, me mielin edhe me Po, gjalpin. mund të përgatitet edhe vetëm me të verdhat e vezës, po unë do t'ja hedh vezët e plotë. Ja ta shohim si do të jetë edhe këtu beshameli me vezë. Atëherë, do të hedh gjalp vitam. Edhe gjalpi vitam, kur merr atë ngrohtësinë e sobës, vjen një shumë e mirë, zonja Vjollca. Edhe kështu vjen erë shumë e mirë. E ke vënë re? E kam marrë prandaj kur e hape, kutinu e kujtova si shembull. Edhe kështu ka një aromë shumë të këndshme. Sikur na kishe bërë një bukë tani, do kishim bërë nga një fetë me vitam. Po vëm bukë. Kemi kohë që s'kemi bërë bukë. Mund të vendosim mielin të gjithë për bërë si recetën. E lëm për nesër. E lëm për nesër, për pas nesër. E shohim se dhe nesër kemi punë. Për ditë këtu ka punë. Do ta shohim. Do të bëjmë edhe bukën. Dhe tani vazhdojmë me ta rrisë edhe i qik pra në një tenxhere kemi vendosur qepën edhe pudrën. Një sy këtu ke qepa. Qepa filloj të zbutet. Por kemi harruar se qepa do edhe hudhrën brënda. Sa të ndëroj qepa, fillon me hudhrën puna. 1 ose 2 thelpi hudhër për 1 kg spinaq, po mendoj që 2 janë mjaftueshëm, sa për t'i dhënë një aromë. Pra, e hedhim edhe hudhrën. Vetë gatimet kanë dhe një lloj mesazhi që vetë zonja Vjollca do t'u përcjell anvisave. Kur ne themi do të gatuajmë sot spinaq, jo se anvisat nuk dinë ose si ta gatuajnë ose si ta sjellin spinaqin, por përçojnë edhe vlerat dhe mesazhin se çfarë vlerash kuruese për organizmin ka vetë spinaqi, duke patur parasysh që fletët e spinaqit janë të pasura shumë me hekur. Ne vetëm pas pak, sepse do të vazhdojmë pak me punën dhe do të rikthehemi për t'i treguar anvisave se sa të rëndësishme janë këto gatime. Çfarë rëndësie ka konsumimi i spinaqit, të paktën 1-2 herë në javë, sidomos në verë do të jetë pothuajse për ditë fletët e tij kanë hekur, por edhe të gjitha vitaminat e mundshme që trupi i absorbon edhe që natyrisht krijojnë një jetë të shëndetshme. Në çfarë do lloj mënyre gatimi? Po, është pjesë e dietave të gjithë dietologëve që na këshillojnë të sulemi pikërisht te këto perime ku kanë ngjyrë jeshile. E vërtet. E hedhim spinaqin, ndërkohë sekondën e anonçova, do të ndalemi për një hapësirë shumë të shkurtër, është hapësira e parë publicitare për këndin e gatimit dhe rikthehemi për të vazhduar me recetën tonë. Jemi rikthyer në këndin tonë të gatimit dhe po vazhdojmë punë në mënyrë që ne ta përfundojmë recetën derisa të kemi minutazhin e caktuar në pjesën e parë dhe madje me zonjën Vjollca po diskutonin akoma mbi vlerat e spinaqit, sepse një brez i ynë i tëri është mësuar me idenë se ka hekur spinaqi, ka kalcium, ka vlera të ndryshme ushqimore, vitamina, magnez, hekur, kalcium, të gjitha këto që i përmendëm dhe për herë të parë edhe acidin folik po e diskutonin B9 që është nxjerrë për herë të parë nga spinaqi. Të gjitha këto i kemi lexuar në internet, jo se i kemi ditur edhe sa më shumë të lexosh aq më mirë është, sepse di çfarë ha. E kupton se çfarë vlera shmer. Tani zonja Vjollca na shpjegon procesin e punës. Atëherë mjafton spinaqi sa të uli volumin e tij, e ulim dhe temperaturën. Ndërkohë thamë që do të punojmë paralelisht duke përgatitur dhe beshamelin. Beshamelin nuk e bëjmë shumë të trash, ja, është tamam në atë çfarë duhet të jetë. Është rëndësishme ky rrazimi shpeshherë që po patjetër edhe me rasen e vezës, që ne rrahim me dorë. Akoma më mirë. Po, akoma më mirë për arsye se ka shumë predispozicion që të na ngjitet poshtë. Së mos nga temperatura e lartë. Patjetër, ja. Sa po të fluskoj, unë do ta largoj. Nëse ne do ta përdorim në një kohë më të vonshme është mirë që ta mbulojmë që mos na zë cip. Do ta lëmë që t'i bjerë kjo temperatura e tepërt, ja, mjafton, kaq. E heqim. E largojmë. Ja, vendosim këtu. Rrofshnike, faleminderit. Qumshit besoj të duhet më, jo, nuk më duhet më. Tani, spinaqin ka shumë pak lëngë, për mos me thonë fare, e largojmë. Tani në këtë moment do të hedhim pak krip ke spinaqi, e kemi thënë këtë gjithmonë. Kur bie niveli, sepse na gënjen syri me dhe shumë pak krip tek beshameli,
Hedhim dhe këtë djathin gorgonzola përsëri këtu në beshamel dhe do të shkri i tëri. Do të hedhim arë moskat, sapo, si që pat ju, sapo e griu Niki, të freskët, edhe tek beshameli, edhe ke spinaci, edhe pse e merë komplet edhe nga beshameli dhe sikur ta hedhim vetëm në beshamel. E trazojmë, i hedhim dhe pak piper të zi, të lutem Niki, piper në zi aty ana që ke. Po, ja, djati si që shikoni u shkri. Edhe këtu, pak piper të zi, ja të freskët e kam edhe këtu. Qëfar aromi, pak së kam marrë beshameli? Dhe tani do të shtrojmë në tavë, por... Kemi vezët për të hedhur? 1 minute, unë do të hedh edhe vezët. Vendosim një tavë, nuk është nevoja fare që ta lyejmë, për arsye se kemi gjalpin vitam tek beshameli, kemi gjithashtu dhe yndyr tek spinaci. Atëhere... Dhe një kombinim i tillë nuk ka nevojë për tavën, sepse edhe tava është e mirë nuk ngjit. Sigurisht, është nga ato tava speciale, që nuk ngjit. E hedhim spinacin. E nivelojmë në të gjithë sipërfaqen e tavës. Janë pra qepët e njoma, si që shikoni, këto të bardhat. Tani? Pra spinaqin pak e lamë, me sa pash, sa të zbulet shumë pak. Unë do t'i hedh shumë fare pak. Masën e vetë. Djath. Tani do të rrah vezët në një pirun. Po. Para se t'ja hedhim beshamelit, i rahim vezët jenë... Po, i rahim që mos për arsye se aty sado ka pak temperatur, po si që bëjmë kur presim atë supën. Pra, ta lëm pak të ftohet beshamelit, si kundër e lamë, disa minuta. Ja. E trazojmë dhe tani të gjithë këtë beshamel do të hedhim në tepsi. Do të përtoj deri në fund, besoj, beshameli. Dhe po pa tjetër dhe zdo hani ju. Dhe parashikoj një shije shumë të specialet, për pak minuta ta provojmë, sepse do disa minuta në furr. E disa do? Deri sa ju të shikoni që këtu ja... Ka marrë një cip të kuqeremt, apo? Po, të marrja të cipën e kuqeremt, ja e shpojmë këshu me pirun ose me një spatull, dhe nuk është nevoja që ta trazojmë, se nuk më pëlqen ajo pamja kur... Ja, shifja? Aromat janë këtu, shijet janë këtu, dhe tani do të na mjaftonte vetëm t'i hedhim, që dhe mund mos ja hidhni, ja këto alternativa për të gjithë, unë takoj shpesh, zëmë se do takoja nënën time, dhe nëna ime është pensioniste. Ajo kostoja si kur shkon shumë absolutisht, nëse ne marim 50 gram ose marim 100 gram, e kemi në frigoriferë, ja unë nuk do t'a shpenzoj të gjithë djathin këtu. Këtu ka pak më tepër, po, unë i vendos qesën dhe vendos në frigoriferë, ose kam qeset posaçme ku i vendos. Ja, do mjafton të shumë pak djath, por edhe nëse nuk do t'ja hidhni, ju garantoj që përsëri kjo shije do t'jetë e mrekullueshme. Dhe do t'a vendosim në furrë në temperaturën 180 gradë, për 25 minuta, derisa e shohim që na ka marrë një ngjyrë të verdhë në të kuqeremt, mbasi spinaci nuk do më shumë se 2-3 minuta që të gatuhet. Nëse do t'a vendosim në ujë të valuar, do të mjaftonte 1 minutë, 2 minutë dhe do t'a konsumoshim. Nëse do të bërnim një sallat, do t'a konsumonim dhe të gjallë. Beshameli, si që pati është i zjerë, veza sa të hynë në këtë temperaturë, do të mpikset akoma, pra po thuaj se gatimi është gjysmë i gatshëm. Do të mjaftoj një kohë shumë e shkurtër, sa po të zëra të koren me ngjyrë të verdhë, dhe ne mund ta nxjerrim sigurisht, do ta lëm
mund ta lëm 15 minuta sa t'i bjerë ajo temperatura e lartë dhe pastaj mund ta konsumojmë që beshameli të ri mbi spinaq. Tavën e kemi vendosur në furrë, presim derisa ajo të piqet, po lexoj dhe menun, të gjithë përbërësit mund t'i shënojnë anvisat, i kemi dhe në ekran, do t'i lexoni për gjithë gatimin që ne sapo e përfunduam në pjesën e parë. Kemi përdorur 1 kg spinaq, 1 tuf qep të njoma, 1 kokër qep, 2 thelpinj hudhër, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 50 gram gjalp fitam, 2 lugë gjelle miell, 500 ml qumësht, 30 gram djath parmigian, kryp, piper, ar moskat, piper i zi dhe ar moskat që i hidhet edhe beshamelit edhe spinaqit. Kemi përfunduar të lumshinduar për të pjesë të parë, takohemi në pjesën e dytë me një tjetër gatim nga zonja Vjollca dhe sigurisht për të shijuar pjatën e parë. Na ndiqni, ka publicitet, edicion informativ, ju presim. Jemi rikthyer në këndin e kuzhinës në pjesën e dytë të gatimit për ditën e sotme. Ju kujtojmë që në pjesën e parë kemi përgatitur tavën me spinaq, pra spinaq në furrë, kemi shpjeguar procedurën. Tani zonja Vjollca, me çfarë ta shoqërojmë tavën? Po thashë përgatisim një sallatë me mix, me çfarë perimesh mund kemi në shtëpi, ato që sigurisht ne mund t'i përdorim për sallatë, siç janë rrepat, siç kemi radikjo, siç kemi kastravec, nga 1 ose nga 2, varet se sa të madhe ta bëni ju sallatën, por kryesisht duhet krem djathi që mund të jetë Philadelphia, por mund të jetë edhe gjizë pa krip. Një gjizë jo e ujshme, po e thatë pak, kur ne do t'i vendosim brenda një lugë kafe gjalp vitam, do t'a miksojmë duke hedhur bishtat qepe, një hudhër të vogël, të grirë, shumë pak kopër, shumë pak majdanos, se nuk duam që të japim një ngjyrë të tepërt. Kemi pjekur arrat, i kam vendosur në chop, i kam grirë, i kam bërë gati, por gjithmonë arrat të pjekura, duken që nga ngjyra që janë të pjekura. Se dhe i ndryshon shumë aroma. Po, dhe këtu kam vendosur susam, si që shikoni, kam pjekur dhe susamin, kalojmë dhe susamin që mund të përdorni edhe vetëm susamin, po mund të përdorni edhe arrat. Si t'ju shijoj juve. Lëm dhe pak susam që do t'a hedh më pas kur të përgatis dressingun. Një sugjerim deri tani duket shumë i shëndetshëm. Shumë i shëndetshëm. Shpesh ne zakonisht për dita festash, po dhe kot për shije, mund të kemi bërë hudhra me gjizë dhe me arra. I kemi përzjer ato dhe i kemi vendosur në tavolinë. Nëse na ka tepruar pak, kemi vënë re që edhe vaj ulliri. Patjetër të gjithë këto ingredient, ajo pjesa e shishme, ajo pjesa që na i bën akoma më me shije, është kush, është salsa që i përgatisim. Sigurisht. Po salsa, çfarëdo lloj salse që të përgatisni, piqendra ose kryefjala e një salse, sigurisht është vaj ulliri. Altis na vjen në ndihmë për të gjitha, shije e pakrahasueshme me si në gatim, si në për sallata. Atëherë, e lam ke ajo mirë thash sallatë ose salsë që kemi përgatitur ne, me gjizë, me arra, me hudhra dhe vaj ulliri. Kemi vënë re që nëse na ka tepruar, na është dekoloruar, ka marrë një ngjyrë si të errët, ndoshta po ta linim deri të nesërmen, ajo kthej në një ngjyrë si lejla. Atëherë ç'bëjmë? I trajtojmë në forma të tjera, pikërisht këto përbërës. Dhe unë mund të vendos për shembull vetëm gjizë, arra dhe hudhra, do vendos vetëm gjizë dhe hudhra, i miksoj së bashku me pak vaj ose me pak gjalp, dhe pastaj i lyej vetëm nga pjesa jashtme me arra. I bëj në formë sferash, sa një top ping-pongu, dhe i servir me një sallatë të ndryshme. Mendoj që kjo ide do ta ndihmojë të gjithëve, dhe për ta konsumuar në pjatë, mjafton të marrësh një top të tillë që mund të jetë sakto. Rrepat e vë në pjatë, konsumon atë, merr tjetrën, dhe nëse teprojnë, është më estetikisht e pranueshme për ta vendosur përsëri në tavolinë. E vërtet. Atëherë, në këtë mikser, unë do të vendos, unë kam marrë sot gjizë. Gjizë, po një gjizë që Niki e provoi si ishte. E provoj para se të fillonim, se mendova për krip kishte apo jo. Po. Dhe ishte shkëlqyer. Po mund të bëhet edhe me Philadelphia, me çfarë të dëshironi ju. Unë duke menduar gjithmonë mendoj që kuleta e të gjithë anvisave
të mbetet plot gjithmonë, jo të na... E rëndësishme është që kemi alternativa me çfarë të zvendosojmë përbërësit që nuk u na ndodhen në shtëpi, në tryezë. Po, do të hedh këtu, mos e mbyll. Jo, koma. Do të hedh hudhrën. Po. Nëse do t'i bëja vetëm me arra, do të mjafton të kaq, do të hidhja dhe pak vaj ulliri ose një lugë gjalp, një lugë paprike. Është e butë, është e shkrifut edhe vitamin, mund ndoshta të gjalp vitam. vi më shumë në... Dhe jo vetëm që ma lidh, po jep edhe një shije perfekte. Ja. E bën dhe kremoze. Patjetër. Në formë dressingu. Tani, do të grish shumë pak fare majdanos. E gri fillimisht. Sepse kemi thënë që sallatat nga njëra tjetra ndryshojnë edhe nga dressingu, pra mund të përdorim të njëjtat përbërës, të njëjtat perime, por nëse ndryshojmë dressingun, merr komplet shije tjetër. Sepse nëse përdorim tela vjen aceto balsamico me le të themi vaj ulliri edhe këto përbërësit e tjerë që kemi hedhur, do ta ndryshojmë. Po. Do t'i përdorim ke dressingu patjetër. Tani nuk hodha brenda as arra as usame. Pra kemi edhe vetëm gjizën, vitamin, dhe gjalpin. Po. Edhe tani majdanozin. miksojmë. Paprika. Sepse ishte një sasi e madhe dhe du të presim derisa të miksohen me njëra tjetrën që të shkrihen. Të bëhet një lloj Mendoj që kremi. hape, do t'i hedhë edhe pak kopër prap. Po. E duaj çik më jeshile. Të tjetë e dallueshme. Po, tjetë e dallueshme. Shikon, nuk bëj pak kremoze, nuk e shohim në ekran. Këtu. Po, e lidh shumë gjalpi vitam që ne i hodhëm brenda. Po. Ja. Dominon koperi. Po, vazhdo. Po. Mjafton. Ka shife zonja Vjollca, të pëlqen? Kështu e do. Shumë, po më shën duart. Shumë mirë. Kemi të lugën e vogël, që përdorëm për gjalpin, nuk e lëm këtu. Dhe Bë një krem, as dallohet fare se e kemi bërë me gjizë, nuk e di duke si krem djathi, kështu që anvisat ta kem parasysh këtë lloj sugjerimi, sepse me thënë të vërtetën, gjiza ndodhet më shpesh në frigorifer se sa kremi i djathit. se na është bërë pak pis me jeshilliqe dhe tani marrim me një gryrse patatesh. Bëjmë kastravecin në feta të tilla. Ndërkohë kemi fikur furën, besoj. Po, mund ta nxjerrim. Për të nxjerr pak tavën, që mos e harrojmë edhe t'i kemi paralelisht punët. Spinaqi në furë ka përfunduar. Ja, ka marrë këtë cipërn që zonja Vjollca na e përmendi në pjesën e parë, që tregon që është gati. Ja, kështu. Dhe çfarë arome që vjen zonja Vjollca? Ashtu, ëh? Është spinaq në furë. Pamja që po shikni në ekranin tuaj, sipër kemi hedhur beshamelin, në brendësi ka spinaqin me qepot e njoma që zonja Vjollca e përgatiti në pjesën e parë. Do ta provoj vetëm pas pak sa po të ftohet. Ndërkohë përgatisim sallatën mikse. Po, me presim repat. në feta repat. I vendosim në mënyrë të çrregullt në sallatë. Presim shumë pak. Që edhe mënyra se si e preve kastravecin në atë formë është një ide e mirë edhe për sallatat të tjera. Shumë pak. Ja, shumë pak radicchio në mënyrë të çrregullt kështu në përpjat. Sa për kolor, kur repat janë të vogla, mund t'i presim edhe thjesht në dysh. Ose në këtë formën e diskut që... Po, dhe tani do të përqendrohemi kryesisht tek topsat që do të bëjmë, do të përgatisim me, largojmë edhe këto. Si nuk shërojnë këto ideët e tua, zonja Vjollca, për këto receta, ha? Përgatisim Po më çudit çdo ditë më shumë. Po, Nuk shteron ideja e zonjës Vjollca. hedhim pak aceto balsamike. Tek susami e kemi ju. Susami, Po. po. Do të hedh pak sal soje,
E dim që salca e sojës ka dhe krip. Vërtet. Masat i keni, 1 lug, 2 lug, në varet se sa salat do të bëni. Vaj, pak më tepër nga të gjithë përbërësit e tjerë. Do të hetë shumë pak mustard. E dua me lug, me mas. 1 lug e vogël. 1 lug e vogël, mustard, në mbyll. Kujdes. Dhe pak fare sheqer. Gjithmonë që ne do të përdorim mustardën, mund të përdorim pak sheqer ose pak mjalt për ta mbëlsuar ose për ta neutralizuar shijen e gjithë këtyre saktirave që vendosëm brenda. Atëherë, i rrahim të gjitha së bashku. Dhe sigurisht e vëmë re që filloj të zbardhet, dhe farat e susamit që janë të pjekura evidentohen qik më shumë. E vërtet. E shikon? Ja, u bë një salce e trash. Pra, kemi edhur susamin, vajin e ullirit altis, salcën e sojës, aceto balsamico, qa odhëm tjetër, sheqer mustard. Shumë fare pak krip. E mos është sheqeri, po? Jo, sheqeri ishte. Është gjithmonë i pari. Kripa atërë nështë ajo. Shumë pak. Provoj më mirë. Zonja Vilca e provon. Do ishte sheqeri. Po. Kjo është kripa. Jedhim pak krip. Po. Dhe piper të zi. Dhe një ketra zonë. Ndërsa unë filloj të bëj ato toptat me gjizë që them që t'i realizojmë si që duhet. Ja. Marim, i hedhim në susam, Tani kjo është vërtet punë me fantazia. Tamam një recept me shumë fantazi. Ja, i vendosim këtu. Mund të ndodhe një të gjë, mund të gjujmë edhe të kara. Po sigurisht, mund të bëjmë ose me arra, ose me farat e susamit. Në fakt, duhet i kisha hedhur në qik më pak gjalp. Ndosha i hodha më tepër se që duhet. E bën më të butë, e bën më kremoz si që duhet? E bën shumë kremoz, po dhe shumë të shishëm. Nëse ne hodhëm një luk, për shumë lavisat mund të edhin pak më... Gjysëm luge. Po, gjysëm luge. Po. Më pak se një luk. Ja, i luaj me arra. Dështë ta, këtë dressing të besoj të dojetet nga sipër, me qënë se... Si? Këtë do të hedhim nga sipër, ato do të hedhim sipër fare. Dhe sa t'i vazhdojmë që të mos kemi... E vendosim pjatën më mirë në qëndër. Në qëndër e vendosim. Po. Sepse do kemi edhe tavën këtu afër. Dhe mund t'i marrim edhe me një lug. Dhe me një lug tjetër. E hedhim këtu. Po. Një me fara susami, një me ara. Të pjekura, të grira. Po. Në mënyrë që të jenë të dalluesh me fara. Me dhe dy lugë pastra, këtu, që t'i marrë më kollaje. Merë dhe një lugë tjetër. Ja. Unë po i lexoj dhe njërë përbërësit, me qënë se imi drejt fundit, ne thjesht po e servirim tashmë recetën edhe procedura e punës është ndjekur, se si vepruam për ta realizuar këtë lloj sallate mikse me krem djathi, për të cilën zonja Vjollca ka përdorur një apo dy qep të njoma, që është dhe kjo me dëshira, po jo, avisa dhe mund ta përdori dhe mund mos e përdorim. Jo, qepa duhet një qik qep, po në varet se sa të fortë duan ato aromën e qepës brenda në... Okej, një lugë gjelle koper ose majdanos, një thelpi hudhër, 350 gram krem djathi ose gjiz, një lugë çaj gjalp, 4 lugë gjelle fara susami, 2 gjethe radicchio, 50 gram arra, 1 ose 2 kastraveca, 100 gram repa të kuq, 2 lugë gjelle uthull balsamike, 3 lugë gjelle salcë soje, 3 lugë gjelle vaj ulliri altis, 1 lugë kafeje mustard, krip, piper i zi.
të gjithë ta përbërës ndodhen të kjo pjata. Megjithëse lexuam shumë përbërës e duket sikur ka më pak te pjata. Pse? Sepse e gjithë sekreti është tek topdhat që përgatiti zonja Vjollca. Po, i them dhe diçka tjetër, që këto topdha ne mund t'i lëmë dhe të bardha, të duken a shumë me atë garnityrën jeshile që kanë brenda, dhe mund t'i hidhni vetëm sipër, siç lash këtë të mesit, vetëm sipër mund t'i hidhni susam, ose arra, si të dëshironi ju, por dhe arrat dhe susami duhet të jenë të pjekura. Tani, s'na mbi të gjë tjetër, vetëm të hedhim edhe dresingun që përgatitëm dhe salata është gati. Një sallatë mesdhetare do hynte kjo, por që shumë e veçantë. Edhe ka shumë vlera, sallat duket po besoj se i plotësot gjitha vlerat që na nevojiten për organizmin, për shëndetin tonë. Mund të shoqërohet shumë mirë me tavën me spinaq, pse jo edhe me elemente me përbërës të tjerë, me gatimet të tjera. Kjo tava është bërë mrekulli. Është bërë krokante sipër, nuk di që të them, është shumë e nxehtë që ta servirni, që ta servirni dhe që ta provoj ndërkohë. Kështu që po e lë pak më vonë provën. To ishin recetat që ne kishim përgatitur për ditën e sotshme. Të lumshin duart, shumë faleminderit zonja Vjollca për sugjerimet që sjell, për fantazinë që ka zonja Vjollca për të sjellë ndryshe çdo ditë recetat edhe përbërësit që mund të jenë të njëjtë, por që sillen në forma të ndryshme në shumë dimensione. Shumë e bukur del në ekran sallata, është po aq e bukur edhe këtu ne ta shijojmë, besoj se do jetë akoma më e shijshme se sa duket. Në balkanu.com mund t'i lexoni të gjitha recetat e zonjës Vjollca, lexoni detajet, përbërësit, gramaturën për kacën, ndërkohë mund të na ndiqni edhe në YouTube. Këtu është Balkanu e Bit, rubrika gatimi, mund t'i lexoni recetat që sjell zonja Vjollca. Ja dhe keku me kungull dhe çokoladë që ishte i hatashëm, me kungull të verdh që e gatuam më parë me zonjën Vjollca. Ndërkohë në YouTube Këndi Kuzhinës Vila 24, ja ku janë dhe videot e gatimit që ju i shihni më me detaje të përqendruara, ashtu siç doni ju vetë Anvisa. Thjesht do t'ju përshëndesim, do t'ju falenderojmë që na keni ndjekur e sigurisht do takojmë sërish nesër në po të njëjtën orë, në orën 9 fillon gatimi këtu në Vila 24. Faleminderit edhe një herë. Mirupafshim.